Një mrekulli në nartë, flamingot folezojnë për herë të parë në Shqipëri. Për herë të parë në historinë e saj natyrore, Shqipëria bëhet dëshmitare e një ngjarje të rrallë dhe emocionuese. Flamingot kanë nisur të folezojnë në lagunën e Nartës. Kjo zonë e mbrojtur e njohur për bukuritë e saj të egra dhe biodiversitetin e pasur, tashmë shndrohet edhe në një vend ku jetën e re e sjellin shpendët më elegantë mes dheut. Prej vitesh flamingot vizitonin Nartën si ndalesë gjatë imigrimeve të tyre, por kur më parë nuk ishte dokumentuar folezimi i tyre. Sipas të specialistit Joni Vorpsi, kjo është edhe një fryt i një procesi të gjatë ku flamingot kanë tentuar disa herë të vendosen, derisa më në fund natyra ju dha sinjalin e dur, vend ish i sigurt për jetën e re. Flamingot nuk folezojnë kollajn. Ato provojnë për disa vite me radhë, derisa ndihen të mbrojtura dhe të qëndrueshme për të sjellë në jetë vegjël e tyre, shpjegon Vorpsi. Ai shton se ky është një tregues i qartë se laguna e Nartës po përgjigjet pozitivisht përpjekjeve për ruajtje dhe menaxhim të kujdesit mjedisor. Hera e parë që vërtetohet lëshimi i vezëve të flamingove në lagunë, pra për herë të parë flamingot regjistrohen si një lloj folezues dhe në Shqipëri. Nuk ka pasur asnjë rast tjetër ku ato kanë folezuar në Shqipëri. Pra i shtohet listës së llojeve të cilët e përdorin Shqipërinë si një vend ku riprodhohen. Më përpara, flamingot kanë tentuar të folezojnë në Nartë, po asnjëherë nuk është vërtetuar lëshimi i vezëve të tyre. Është një sjellje e zakonshme e flamingove që ato tentojnë për disa vite para se të fillojnë të kenë sukses. Pra, nuk është një gjë që ka ndodhur këtu për herë të parë, por është një sjellje që ne kemi dokumentuar, le të themi, prej disa vitesh tashmë. Dhe nga konsultimet që kemi pasur me literaturën dhe ekspertët të cilët punojnë me llojin, na kanë shpjeguar që kjo është një sjellje e zakonshme ku ato tentojnë derisa të kenë sukses. Narta në vetvete është shumë e rëndësishme për popullatat folezuese të shpendëve dhe është e kuptueshme që flamingot tentuan të folezojnë dhe po folezojnë për herë të parë në Shqipëri dhe jo në zonat e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme për pasurinë biologjike dhe bankën gjenetike të vendit tonë, duke qenë se shtojnë numrin e llojeve folezuese dhe pasurojnë lagunën me një lloj më shumë, e cila pasuron si nga diversiteti biologjik, po dhe si nga atraksioni turistik për të zhvilluar turizëm të bazuar në natyrë. Flamingot në Nartë kanë ardhur, le të themi, si pasojë e punës konservuese që vendet e tjera kanë bërë. Pra, në vendet e tjera ku popullata është bërë më stabil, është rritur, ato kanë shtektuar, kanë lëvizur në zona tjera dhe një prej tyre është Narta. Duke qëndruar për një kohë gjatë në Nartë, ato janë vendosur dhe të vegjit që do të çelin këtu, shumë do rrinë, por patjetër do ketë dhe nga ato që do shtektojnë. Në monitorimin e parë janë numëruar plot 281 fole me vezë dhe numri i tyre është në rritje, shenjë që kolonitë e flamingove po zgjerohen ditaditës. Ky është një lajm i jashtëzakonshëm për biodiversitetin vendas dhe një pasuri e shtuar për ekosistemin e lagunës. Megjithatë, sfidat nuk mungojnë, rrezik si grabitçarët natyror, çakalli dhe dhelprapo, shqetësimet nga aktiviteti njerëzor, përfshirë përdorimin e dronëve dhe fluturimet e avionëve nga aeroporti aty pranë, përbëjnë kërcënime reale. Në një rast, flamingot janë larguar për disa orë nga zona për shkak të një fluturimi testues. Është thelbësore që gjatë kësaj periudhe delikate të gjithë të tregojnë kujdes dhe të shmangin afrimin e tepërt, thekson Vorpsi. Çelja e vezëve merr për rreth gati 1 muaj që të çelin nga momenti që ato janë lëshuar nga flamingot, pra këtë 27 ditë, 1 muaj. Por shqetësimi kryesor apo frika kryesore është shqetësimi që vjen nga llojet e tjera të egër, le të themi, mund të jetë lloje të ndryshme gjitare, çakalli, dhelpra, gjerprin që mund të afrohen, por kjo është pjesë e natyrës, po nga ana tjetër mbetet disturbanca, shqetësimi nga njerëzit. Dronat nuk duhet të afrohen afër flamingove në këtë periudhë, pasi flamingo është shumë lloj i ndjeshëm dhe pjesa më kryesore patjetër është aeroporti dhe ne e pam që gjatë fluturimit testues flamingot u larguan nga i vend, pra e braktisën për një moment atë vend, ndërkohë që ishin vetëm 2 fluturime. Por nëse ato do shtohen në numër, atëherë nuk ka më shumë gjasa, nuk ka shanse që flamingot të vazhdojnë folezimin dhe riprodhimin në zonën e lagunës Nartë. Atëherë në monitorimin e parë të vezëve, u pa që janë 281 fole me vezë, por u vore që numri i foleve po shtoi. Pra, flamingot të tjerë po ndërtonin akoma fole aty. Monitorimi ndodh në periudhë, le të themi, bëhet në periudhë periodike për të mos shqetësuar flamingot
dhe për të krijuar sigurinë e tyre. Ne do shohim se si ka evoluar le të themi kolonia e flamingove në ditët vazhdim. Vëzhgimi i tyre duhet ndodhej le të themi në kohë të shkurtër, patjetër, por gjithsesi tani që janë në folezim, duhet mbajtur distancë, nuk i duhet afruar në asnjë mënyrë kolonisë, sepse nëse afrohesh ka mundësi që ato ta braktisin komplet koloninë dhe mos kthehen tek vezët, të përdoren mjete si dylbit, teleskopi, kamera që kanë lente të gjatë dhe në asnjë mënyrë drona që t'i afrohen kolonisë. Laguna e Nartës tashmë jo vetëm një ndales pushimi për shpendët migrator, por edhe djep jetë së re, ndërsa po shkruan një kapitull të ri në historinë e saj, një kapitull roz i mbushur me jetë, shpresë dhe bukuri.